Dashur miq, ne kemi një kaos fort. Prej 12 vitësh është vetëm rikthimi i dinjitetit, rikthimi i demokracisë këtu në vendin tonë. Dhe askush nuk mund ta bëjë këtë më mirë se ne. Të gjithë bashkë, po të shohim njërin tjetrin në sy, askush nuk e bën më mirë se ne. Në gjithë takimet që kam patur prej 30 ditësh, me çdo qytetar të thjeshtë të ndeshëm të këtij vendi, në një takim diku, një pensionist me të drejtë më tha, të gjithë fëmijët më janë larguar. Kam vetëm një djalë këtu. Dhe nëse kjo pasaportë europiane sipas tij ta kthehet në një realitet, dhe ky që kam këtu do miket, as do ngeli njëri tjetër. Ky për mua nuk është takim elektoral. Ky është takim me familjen time të madhe. Dhe as nuk dua të flas si politikan, po dua të flas si ai Albi që më keni njohur gjithmonë. Dhe bashkë me ju asiguroj që do bëj luftën më të madhe. Ju asiguroj vetëm një gjë dhe ju a them premtim sy me sy gjithë secilit nga ju. Unë nuk kam luftë për karrike. Nëse unë shkoj në atë parlament, qof për atë rrogë, ju a them sinqerisht kur mos shkofsha. Unë dua të shkoj si një Alb që të bëj një gjë të mirë për këtë vend, që të marrën mend për diçka të mirë për këtë vend. Ky është programi i Partisë Demokratike që në 35 vite nuk ka qenë ndonjëherë më i mirë dhe nuk ka qenë ndonjëherë më i prekur nga ne. Prek çdo qelisë tonë për një rritje ekonomike të mirë, për një zhvillim ekonomik, për një lumturi, për një dinjitet. Ju keni drejt të votoni këtë doni, por ju asiguroj që zë më të fortë se unë aty s'ka. Për ju, për të rinjt, për pensionistët, për njerëzit e ndreshëm, për njerëzit në nevojë, për çdo njeri që jeton këtu. Me 11 maj votojmë Partinë Demokratike, Aleancën për Shqipërinë Madhështore, ta bëjmë Shqipërinë Madhështore siç na takon, ta bëjmë Tiranën madhështore, të rinjt, të reja, familjarët, të rikthejmë